Në këtë edicion do të ndiqni. Ka përfunduar sot numërimi i votave në Gjakov. Probleme infrastrukturore në Dardani ankohen banorët. Kori i shkollës Prank Jakova përformoi në Vjen, dirigjenti Kastriot Soda rrëfen emocionet. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Zyrtarëve në qendrën komunale të numërimit në Gjakov ju deshën 4 ditë për të finalizuar të plot procesin e numërimit të kutive të votimit nga zgjedhjet e 7 qershorit. Zyrtari Armir Rexhaj tha se gjatë gjithë kohës ishin të angazhuara disa ekipe të cilat kanë punuar në 2 ndërrime dhe pas ditën e sotme kanë finalizuar gjithë procesin. Në qendrën komunale të numërimit në Gjakov nga hëna është duke u punuar në 2 ndërrime për numërimin e votave të dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit. Zyrtari ekzekutivi Komisionit Komunal të Zgjedhjeve Armir Rexhaj bëri të ditur se puna është zhvilluar me intensitet të shtuar dhe gjithë procesi i numërimit është përmbyllur pa ndonjë problem. Sipas Rexhajt, në qendrën komunale të numërimit janë numëruar votat e subjekteve politike dhe kandidatëve nga të gjitha vendvotimet e komunës së Gjakovës. Me përfundimin e numërimit të votave të subjekteve politike dhe kandidatëve në QKN të Gjakovës, materiali numëruar do të dërgohet në qendrën e numërimit dhe rezultateve në Prishtinë, kështu ka deklaruar Rexhaj. Ai ka shtuar se në komunën e Gjakovës kanë qenë gjithsej 146 vendvotime në 36 qendra votimi dhe gjithë procesi është zhvilluar sipas planifikimeve të përcaktuara nga autoritetet zgjedhore. Përkundër ankesave të tyre tek institucionet, komuniteti i rrugës Memleshi në parlagjen Dardani kanë shprehur shqetësimin e tyre edhe në mediumin ton. Këta të fundit i kanë pohuar syrit se gjendja në të cilën aktualisht ndodhet rruga ku ata banojnë, po jo sjell shumë telashe në punët e tyre të përditshme. Banorët e një rrugë në paralagjen Dardani, saktësisht në rrugën Memleshi, po përballen me vështirësi të vazhdueshme për shkak të infrastrukturës së dëmtuar. Ata thonë se gjendja e rrugës ka vështirësuar lëvizjen dhe kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Do durim e ka kufinin e vet. Që 26 vjet sot durojmë na këtu me këtë rrugë. Krejt rrugë që nuk ekziston një rrugë që bu këtu, po thonë ai si kem sot aty. Komune, kem, tha, loqë i dengun për shkot. Ska loqë dengun për shkot. Këtu fjallë po të ditë. Tash gjysin e rrugë se kanë i disë atje, nërë se kanë i disë, por se kanë i disë. Pse? Që më kam intereson, kam pse shu, shka bom. Na pagum ka 4 për kërre. E kjo biseda është dishka po drejtësie modhe në bëna bojnë këtë neve. Jashtë normal. Hasan Vishaj shpreh i pakënaqur me mungesën e reagimit nga komuna, duke thënë se kërkesat e tyre kanë mbetur pa përgjigje pozitive. Komunën na thanë këshyim, po halo se kem bu projekt për buxhetin. Ta ka orë halo ku gjë për buxhetin, ku na bëhet. Edhe banori tjetër, Sadri Saliu, thekson se gjendja e rrugës është përkeqësuar. Na që mbyp ankesa jemi konën se sa herë dhe badjova sa desa. Tjetër është një shtru rruga, aty ka intervenu një qytetari këtu jetë. Në më thoni, njeri ka pas fuqi me shtru rrugën e këtë ka lagje me metë po shtru. Banorët kërkojnë që komuna të ndërhyjë sa më shpejt për rregullimin e rrugës, të njëjtit paralajmërojnë se në rast se problemi nuk zgjidhet në një afat të arsyeshëm, do të organizojnë protest para objektit të komunës së Gjakovës. Gjarprenjt bën më aktiv në stinën e nxehtë. Veterineri Blendi Bejdoni, duke folur për mënyrat se si duhet të mbrohemi nga gjarprenjt, ka treguar edhe se cili lloj i gjarprit është helmues e cili jo. Me ardhjen e stinës së verës, rritet edhe rreziku nga shfaqja e gjarprinjve, sidomos në zonat rurale, livade dhe hapësira me bimësi të dendur. Temperaturat e larta i bëjnë ata më aktiv dhe më të pranishëm në ambientet ku njerëzit kalojnë kohë çdo ditë, duke shtuar nevojën për kujdes gjatë lëvizjes në natyrë. E për mënyrën se si duhet të reagojmë në momentin që ndeshemi me ta, na flet veterineri Blendi Bejdoni. Është shumë e rëndësishme që një gjarp asnjëherë nuk
të sulmon i pari. Ai sulmon kur nga frika, nga pakujdesia jonë, do të thotë që na duhet të jemi të kujdesshëm se ku shkelim, ku ecim, edhe të jemi të vetëdijshëm me natyrën që na rrethon. Po ashtu veterineri tregon se si ta dallojmë nëse një gjarpër është helmues apo jo. Për gjithë qytetarët unë kisha thonë që është e rëndësishme që nashta të fokusohen të koka, të fokusohen. Nuk është qëllimi që ata të dinë ose të marrin informacion se çfarë gjarpri është. Gjithmonë është e rëndësishme që të largohen, mirë po një gjë shumë me informacion për qytetarët është që nëse koka e gjarprit është në formë trekëndshme, atëherë kemi të bëjmë me një gjarpër helmues. Kurse nëse koka e gjarprit është në formë ovale apo rrethore, atëherë kemi të bëjmë me një zvaranik i cili nuk është helmues për njerëzit. Në rast kafshimi, rekomandohet kërkimi menjëhershëm i ndihmës mjekësore, pasi reagimi i shpejt mund të jetë vendimtar për shëndetin e personit të prekur. Me rritjen e temperaturave dhe aktivitetit të këtyre zvaranikëve, kujdesi dhe informimi mbeten mënyra më e mirë për të parandaluar incidentet. Vitamina D luan një rol thelbësor në shumë aspekte të shëndetit njerëzor, duke përfshirë fortesën e kockave, funksionimin e sistemit imunitar dhe mirëqenien mendore. Specialisti i mjekësisë familjare Josef Berisha, duke folur për rëndësinë e kësaj vitamine në organizmin e njerëzit, vuri theksin edhe tek mënyra se si mund ta marrim atë nëse kemi mungesë të kësaj vitamine. Vitamina D konsiderohet si një nga vitaminat kryesore në funksionimin e organizmit të njerëzit. Ajo luan rol kyç në forcimin e kockave, përthithjen e kalciumit dhe funksionimin normal të sistemit imunitar. Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së saj, mungesa vitaminës D vazhdon të jetë e përhapur te një numër i madh njerëzish. Për rëndësinë e vitaminës D dhe shenjat që mund të tregojnë mungesën e saj në organizëm, na flet doktori specialist i mjekësisë familjare Josef Berisha. Vitamina D është një element mjaft i rëndësishëm për organizmin e njerëzit, duke përfshirë të gjitha moshat edhe për dy gjenit. Mungesa e saj në radhë të parë sjell lodhje, plagështi, mungesë të vullnetit, dhimbje muskulare, zakonisht dhimbje të shpinës, dhimbje të regionit të legenit, dhimbje të këmbëve. Por sjell edhe probleme tjera me gjumin, gjerësitë gjatë natës. Dielli mbetet një nga burimet kryesore dhe natyrale të marrjes së vitaminës D. Por cila është metoda më e sigurt për ta marrë dhe sa kohë në ditë na mjafton për të marrë sasinë e nevojshme, na tregon doktori Berisha. Dielli është elementi kryesor, do të thotë, i cili e prodhon vitaminën D, edhe është e nevojshme ekspozimi, do të thotë në kohën me mot të nxehtë, sidomos për moshat e caktuara, jo në kohën kur është mjaft nxehtë, domthonë kur temperaturat gjatë verës janë të larta, është e nevojshme të paktën të ekspozohen këmbët, duart, pjesë trupore dhe të qëndrojmë spaku një orë në ditë të marrim rrezet diellit për marrjen më të sigurt dhe më të mirë të vitaminës D. Në rastet e mungesës së theksuar të vitaminës D, përdoren edhe metoda mbështetëse për rritjen e nivelit të saj, shtoi doktori. Ushqimet e vitaminës D, meqense se organizmi jonë nuk e ruan mjaft vitaminën D, edhe me ushqimet kryesore do të thotë janë pemt, perimet, mirë po kur këto na mungojnë, edhe është e nevojshme shumë të në rasteve shënojmë edhe tableta apo pika apo flakona për pacientë që kanë mungesë mjaft madhe të vitaminës D. Kur nivelet e vitaminës D janë të ulta, ajo mund të reflektohet edhe në gjendjen emocionale dhe shpirtërore të njerëzit. Në shumë raste kemi pasur pacientë të ndryshëm se ka edhe ka, sipas punimeve shkencore, mungesa, domthonë sjellja jo e mirë ose ndikimi emocional të pacientat, lodhja shpirtërore apo lodhja emocionale, edhe shumë pacienta kanë kërkuar vizita të ndryshme të mjek të ndryshëm për gjendjen e tyre ku është problemi, por mas ekzaminimeve dhe analizave është pa se është mungesa vitaminës D. Dhe me marrjen e vitaminës D janë rregulluar ato probleme për të cilat kanë ankuar pacientët. Në fund, rëndësi të veçantë ka edhe analiza e vitaminës D, në mënyrë që mungesa e saj të zbulohet me kohë dhe të parandalohen pasojat dhe sëmundjet që mund të sjellë në organizëm.
Qershori shënon muajin të mbjetuarve nga kanceri, një periudhë veçantë kushtuar forcës guzimit dhe shpresës së atyre që janë përballur me një nga sfidat më të mëdha të jetës. Rrëfimet e atyre personave që janë përballur me këtë sëmundje të shekullit janë nga më të ndryshmet, por gjithmonë duke luftuar përballë saj për të dalur fitues. Qershori shënon muajin e të mbijetuarve nga kanceri, një periudhë veçantë kushtuar forcës guximit dhe shpresës së atyre që janë përballur me një nga sfidat më të mëdha të jetës. Në këtë muaj, vëmendja përqendrohet jo vetëm të lufta kundër sëmundjes, por edhe të fitoret personale, rikthimi në jetën e përditshme dhe mesazhi i fuqishëm se kanceri mund të mposhtet. Avokate Shpresa Bakia, profesoresha Alma Lama, inxhiniere Valbona Kastrati dhe doktoresha Miliate Këpuska janë tri nga gratë shumta në Kosovë që kanë fituar këtë betejë. Vetë fjala kancer është një fjalë shumë e rëndë. Në momentin kur e përmend ose në momentin kur ti e kin trupin tënd, atëherë të shkon mendja më njëherë te vdekja. Por me forcën edhe mbështetjen e sporit familjarëve, të miqve, edhe të krejt rrethit që për fat të mirë kam një rreth shumë të mirë, ja dalim edhe duhet të themi që jeta neve nuk ka falë për s'dyti edhe tani ja dim vlerën edhe më shumë. Momentin që jam diagnozifiku, kam qenë shumë e vetëdijshme në për cilat momente ose stade të vështira kam me kalu. Mirë po është një zoj mbrëndshëm, një forcë që të tërhek, sepse shumë shpesh gjatë terapisë, kom pas momente kur kom thonë bëll, nuk mundem mo. Mirë po, në zoni mbrëndshëm, dëshira për të jetu për veti dhe për familjen, të zgjon nga shtrati i vdekjes edhe vazhdon me sfidat e jetës që ti ka servu çdo ditë. Është e vështirë, mirë po jo e pa përballueshme. Nëse don, mundesh. Kom pas sukses të plot. Unë mas 3 mujve jem konë në gjendje me dalin qytet, me shetit, me ardhë që njerëzit edhe më këqyrshin. Po. A o që kjo, apo është në një tjetër, për arsye se kishin dëgju që është smut, që është kun për gratë. E do me thonë, nëse shkon diku tjetër për mjekim, je në stadin ato matë punit, po unë për ata nuk jam brengosë, o këmë në rëndësishme që unë jam mirë, për gjitha këto këm pas mbështetjen e familjes jeme mas pari, nonën e këm pas atëherë gjallë, motra, blaznit, edhe gjithë tjertë janë kujdes për mu. Po, ka qenë familja ajo e cila të ka... Më ka ndimu, më ka mbështetë dhe më ka dhonë forcë, por me vazhdu ma tutje. Është shumë rëndësi që kur njerëzit diagnostikohen me një smundje, se kanceri është një smundje komplekse, edhe me njëherë kur mendon, kur e thu si fjalë, me njëherë shkon mendja pas na me vdek. Por nuk e kum pa veten aq afër vdekjes, edhe pse kam kalu, kam prek pragun e vdekjes, por kum thon, okay, kjo është ardhur, mirë se ka ardhur, qysh ka ardhur dhe ka më shku. Edhe pse secila prej tyre ka historinë e saj të veçantë të mbushur me sfidë, frikë, lot, por edhe me besim, mbështetje familjare dhe vendosmëri të jashtëzakonshme. Ato sot janë aktive në profesionet e tyre dhe vazhdojnë të bëjnë një jetë të qetë. E rrëfimet e tyre janë një mesazh inkurajues për të gjithë ata që po përballen me sëmundjen, si një thirrje për ndërgjegjësim mbi rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe diagnostikimit të hershëm. 109 laptop të siguruar nga Rotary Club Gjakova, Qabrati, u janë shpërndar sot nxënësve të 6 shkollave fillore dhe të mesme të Oleta në Gjakov. Presidenti i klubit Arbner Qela vlerësoi se përmes këtij projekti është synuar që nxënësit të shfrytëzojnë laptopët për projekte të ndryshme shkollore me qëllim që performanca e tyre në mësim të rritet. Rotary Club Gjakova Qabrati ka dhuruar sot 109 laptop për 6 shkolla fillore dhe të mesme të ulta në komunën e Gjakovës. Ky donacion synon të përmirësoj kushtet e mësimdhënies dhe të ndihmojnë nxënësit në zhvillimin e aftësive të tyre digjitale. Presidenti i Rotary Club Gjakova Qabrati, Arbner Qela, tregoi më shumë rreth këtij projekti. Këtë projekt tonin për Rotary Club Gjakova Qabratit
Janë shkollat kryesisht nga qyteti brenda Gjakovës, siç është Ylmërina, Mazlum Puska, Mustafa Bakia, Kelmendri Zvanolli, Emin Duraku dhe jo e fundit prej listës Zakaria Rexha. Këtu, siç e dini, kemi pas një fondacion prej Bashkimit Evropian që mi pas disa laptopa që ata një farforme kanë dashur mi rigjeneru të vetë ose mi ble disa të ri edhe në mënyrë që mos më shku dëm kena vendosur që ato me qenë pjesë e juja. Mirënjohës për këtë donacion u shprehen edhe drejtorët e shkollave përfituese, të cilët vlerësuan se pajisjet e reja do të ndikojnë drejt për drejt në ngritjen e cilësisë së procesit mësimor. Faleminderit shumë për këtë donacion në emër të stafit të shkollës Emin Duraku, për arsye se është një donacion i cili do të na ndihmojë në procesin tonë arsimor dhe në arritjen e kompetencave digjitale. Edhe një herë ju jemi mirënjohës për këtë mision human dhe edukativ. Ky projekt është një tjetër dëshmi angazhimit të Rotary Club Gjakova Çabrati për të mbështetur arsimin dhe zhvillimin e komunitetit, duke investuar në teknologji dhe në të ardhmen e gjeneratave të reja. Vjena ishte destinacioni i radhës për një tjetër sukses të shkollës së muzikës Prenk Jakova në Gjakov. Dirigjenti i shkollës Kastriot Sada tha se të gjithë koristët performuan shumë bukur në një hapësirë të veçantë të muzikës klasike dhe korale. Nuk mundën të përmbaheshin nga emocionet. Vargjet e tekstit Unë biri yt u interpretuan nga nxënësit e shkollës së muzikës Prenk Jakova, të cilët performuan në koncertin e 7 qershorit në Vjenë. E për këtë eksperiencë, na tregoi më shumë dirigjenti i korit Kastriot Sada. Ka qenë një prej përvojave, kisha më thonë, më të veçanta, më emocionale dhe më sfiduese deri më tash që i kemi mbajtur ndër vite të shkollës së muzikës. Them me përgjegjësi shumë të plotë se jo me bart vogël kam shku aty me interpretu, se dihet Vjena vendi i artit, kulturës, traditës, e veçanërisht muzikës profesionale klasike, por them që nxënësit kanë jap maksimumin nga vetja atyre. Sada tregoi po ashtu për emocionet gjatë interpretimit të veprave shqiptare dhe se si u pritën nga publiku në Vjenë. Vepra shqiptare kanë qenë ato të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të mirë të punuara, të cilët ndoshta edhe ne kemi qenë më të emocionuar dhe kjo ka bërë që ndoshta të depërtoj më mirë, më lehtë dhe më bukur të publiku vjenez dhe jo vetëm sepse salla ka qenë e stërmbushur them me publik dhe nga kritikat pas koncertit, domethënë jam jashtëzakonisht i kënaqur që kemi pas një kritikë jashtëzakonisht pozitive nga njohësit e muzikës në Vjenë. Kori i shkollës së muzikës Prenk Jakova performoi edhe pranë katedrales së Shën Stefanit, performancë e cila tërhoqi vëmendjen e shumë kalimtarëve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në Vjem. Se të ndohemi të ndjekim me dhe një artitut kryesor të këtij edicioni. Ka përfunduar sot numërimi i votave në Gjakov. Probleme infrastrukturore në Dardani ankohen banorët. Kori i shkollës Prenk Jakova performoi në Vjenë, dirigjenti Kastriot Sada rrëfen emocionet. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.